Shqipëria gjen mbështetje nga Bashkimi Evropian në lidhje me reformat në inspektimin mjedisor. Zëvendës ministri i mjedisit, pyjeve dhe administrimit të ujrave Tauland Bino u shpreh se ka akoma probleme në zbatimin e legjislacionit mjedisor në vendin tonë dhe për këtë na vjen në ndihmë projekti SELEA. Me nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, qeveria shqiptare ka marrë përsipër të bashkëpunojë me Komunitetin Evropian në të gjitha fushat e direktivave mjedisore. Ne kemi menduar që ka nevojë akoma për reformim të strukturave të Inspektoratit Mjedisor, ka nevojë për forcim të strukturave të Inspektoratit Mjedisor dhe këtu kemi gjetur mbështetjen e partnerëve tanë dhe kemi gjetur mbështetjen e këtij projekti. Përfaqësuesi i delegacionit të BE-s në Tiranë u shpreh se rrezikshmëria më e madhe paraqitet në sistemin ujor në Shqipëri dhe kjo do të jetë në fokus të projektit. Ne kemi mundësi të mbështesim fort Ministrinë e Mjedisit të Shqipërisë me fondet e Bashkimit Evropian. Nëpërmjet projektit SELEA-s ne ofrojmë një fond prej 4 milionë eurosh për të mbështetur inspektimet e tyre. Sistemi ujor në Shqipëri është në rrezik, prandaj aty do të përqendrohen përpjekjet tona. Nëpërmjet këtij projekti ne ju mbështesim ju të bashkoheni me pjesën tjetër të zinxhirit, me gjykatësit, juristët, prokurorët që do të ndjekin punën tuaj në terren. Nëse kjo nuk ndodh, puna juaj nuk funksionon. Projekti SELEA-s ka si qëllim mbrojtjen e vendeve me probleme ekologjike dhe mjedisore.